Gjithmonë interesojnë për të ardhurat, po besoj që ka dhe shumë shpenzime, apo jo? Kostot janë shumë të larta, bëhet fjalë për një ndeshje ku ti kemi detyrimin minimalisht për pasur 300 steward. Fatura e tyre është goxha e kripur. Nuk bëhet fjalë vetëm për koston e 300 stewardëve, por janë dhe shumë komponentë tjerë, të cilët që nga akomodimi i ekipit për 10 ditë me stafin është një numër rreth 50 persona që akomodohen në hotel, transferta, charteri, Letonia. Nëse do jemi jashtë. Po, sepse ndeshjen e parë ti e ke në shtëpi, ndeshjen e dytë e ke në transfer, ndeshjen e dytë nuk arkton gjë, sepse ndeshjen e ke në transfer. Do të thotë që me kostot e ndeshjes së parë do të nxjerrësh të ardhurar për të dyja ndeshjet. Sa shkon kosta një ndeshje mesatarisht e përpjesëtuar në një edicion? Po besoj që një ndeshje duhet jetë tek 200-250.000 euro. 250.000 bashkë me grumbullimin, transfertën e një euro. Pra 10 ndeshje 2.5 milion euro paga shumë. Besoj në këto tarifa duhet të shkojnë. Këtu futen besoj dhe ato që në biznes ju firë, që në këtë rast mund të jenë gjobat apo. Çfarë parashikohet në këtë ndeshje që sapo kaluam? Unë kam folur me zyrtarët sigurisë dhe ata mendojnë që me kanë menaxhuar mjaftueshmërisht mirë, duke parë riskun që ekziston në këtë ndeshje. Besoj që është menaxhuar më mirë se ndeshja me Polonin, ku pati incidente, përplasje, ju keni qenë në stadium e keni parë. Besoj që do ketë një gjop të kripur, por jo aq kripur sa herët e kaluara. Ndeshje pa tifos? Ja. Nuk besoj. Nuk pati episode të tilla për të pasur ndeshje pa tifos. 50-100 euro mund të jetë gjoba që mund të marrë? Edhe më shumë se 100.